Një video e zonjës së parë të Francës, Brigitte Macron, ku duket sikur jep një shuplak bashkëshortit të saj, presidentit Emmanuel Macron, është bërë virale në rrjet, por kjo nuk është hera e parë që çifti tërheq vëmendjen e publikut. Historia e tyre e dashurisë vazhdon të jetë ndër më të komentuarat në politikën botërore. Brigitte, sot 72 vjeçe, dhe Emmanuel, 47, u njohën në shkollën katolike e La Providence, ku ajo ishte mësuese dhe ai vetëm 15 vjeç. Në atë kohë, Brigitte ishte 39 vjeçe dhe u martua me bankierin André-Louis Ozier, me të cilin kishte 3 fëmijë. Në fillim, prindërit e Macron mendonin se djali i tyre kishte ndjenja për vajzën e Brigitte, por sapo zbuluan të vërtetën, e dërguan në shkollën me konvikt në Paris. Emmanuelit u desh të largohej. Mendova se do të dashuroj me dikë tjetër, por kjo nuk ndodhi, tha Brigitte për Paris Match. Çifti qëndroi në kontakt për një dekadë, ndërsa Brigitte nuk mori menjëherë divorcin, duke pritur që fëmijët e saj të rriteshin. Ajo pranoi se kjo ishte një periudhë e vështirë pasi i lëndoi emocionalisht fëmijët e saj. Në vitin 2006, ajo u divorcua dhe një vit më vonë u martua me Emmanuel Macron. Ish bashkëshorti i saj ndoroi jetë në vitin 2019. Sot Brigitte dhe Emmanuel përpiqen të jenë sa më shumë pranë njëri tjetrit, pavarësisht agjendës presidenciale. Ne jemi si çdo çift tjetër, diskutojmë, pajtohemi, grindemi, por gjithçka është e natyrshme, jemi thjesht dy njerëz që kanë gjetur njëri tjetrin, ka thënë Brigitte për Elle. Historia e tyre ndonse e pazakontë është një shembull i dashurisë që sfidon normat dhe paragjykimet. Prej disa ditësh, rrjetet sociale dhe mediat online janë pushtuar nga një moment i pazakontë mes presidentit francez Emmanuel Macron dhe bashkëshortes së tij, Brigitte. Në një video që është bërë virale, Brigitte duket se e godet lehtë në fytyrë presidentin dhe kjo ka ngjallur debat të gjerë. Portali britanik Express ka angazhuar madje edhe një ekspert të leximit të buzëve për të zbuluar nëse bëhet fjalë për një shaka mes çiftit apo diçka më shumë. Ngjarja ndodhi në aeroportin e Hanoit, në një nisje të turneut aziatik të Macron. Në video shihet momenti kur dera e avionit hapet dhe presidenti ende ndodhet brenda saj. Në një çast të papritur, ai duket se merr një goditje të lehtë në fytyrë nga Brigitte. Macron tentoi ta zbusë situatën në një moment për gazetarët. Po ngacmohesha e po bëja shaka me bashkëshorten time, por videoja është kthyer në një lloj katastrofe gjeoplanetare. Në një botë si kjo ku jetojmë, nuk kemi kohë për të humbur me tema të tilla. Për të verifikuar nëse kjo ishte e vërtet një shaka, siç pretendon Macron, portali Express kërkoi ndihmën e një eksperti të leximit të buzëve, i cili analizoi komunikimin mes çiftit në video. Ndërsa dera e avionit hapet, shihet presidenti Macron duke u kthyer nga Brigitte. Në një moment të papritur, ajo shtyn lehtë në fytyrë. Kur kuptohet se dera tashmë është hapur dhe stafi po i shikon, Macron duket në një siklet dhe ngre dorën me një përshëndetje të sforcuar. Bonjour, përshëndetje, tha eksperti për Express. Sipas tij, Macron përpoq të përmirësonte atmosferën duke i zgjatur dorën bashkëshortes së tij, por ajo nuk ja pranoi. Kur arrin në majtë të shkallëve të avionit, situata bëhet edhe më e ftohtë. Ai zgjat dorën, por ajo e injoron dhe mbahet për parmakun. Teksa kalon pranë tij, duket se murmuron: "Dégagez, escapez de l'oseur", që përkthehet largohu humbës i mirë, pretendon eksperti. Macron më pas, sipas leximit të buzëve, i drejtohet me fjalët "essayons, s'il le plaît", që në shqip do të thotë të përpiqemi të lutem. Përgjigjja e Brigitte është e shkurtër, jo. Ndërkohë, presidenti e përfundon bisedën me një shfryrje të përmbajtur dhe fjalët "je veux", që përkthehet e kuptoj. Ky moment i regjistruar në nisje të turneut të presidentit në Azinë Juglindore u bë shpejt temë diskutimi në Francë dhe më gjerë. Mediat ndërkombëtare nuk vonuan të raportojnë mbi këtë situatë të pazakontë mes çiftit presidencial francez, duke ngritur pyetjet mbi natyrën e marrëdhënies së tyre.